Te kjo pjesa se diaspora sigurisht që e idealizon Kosovën nga që Kosovën e sheh për pushim. Kosovën e sheh prej mallit. Vjen, është i mërzitun, takon njerëz familjar, miq dhe për ta shtesor ajo, sepse ai është kënaqë, ka jetuar, ka shiju, ka taku njerëz që kanë mungu. Vjen në vendin e vet se ka pa dhe vren ndoshta ndryshime që na nuk i vren për dishmërinë tonë. Vjen prej një pune, për një stresi, një lodhje të madhe në një vend ku gjon ngrohtësi, dashni, respekt, për një vend ndoshta të ftoftë, akull, punë, shtëpi, këtu vjen, është pushim, jeton, e shijon, po e ka Kosovën që ai e përjeton gjatë pushimit. Dhe jo Kosovën që na përjetojmë këtu. Njëjtë sikur na, duke pas çdo problem Kosovë, ndoshta aty ballafaqur me probleme të përditshme, me burokraci, ndoshta me paga jo të çast, ndoshta me probleme të përditshme që na kemi, dhe duke e pa në fotografi, dhe duke pa njerëz të jetë suksesshëm këtu, mos e di se si kanë rritë të suksesi, e idealizojmë gërbetin, që nuk është ajo që na e shohim. Se na kur shkojmë, këta kujdesen me na marr pushim, me na prit, me na shëtit, nuk na zgjojnë 5 orë të mëngjesit, nuk i shohim sikur që e shohin këta fëmijët, ndoshta kur zgjohen i lojnë gjumë dhe kur të thehen i gjejnë gjumë, nuk e kanë këtë, edhe na e shohim një diasporë tjetër. Problemi është se na njëri tjetrin, jemi ka shohim prej një këndit shumë të ngushtë. Për një realiteti, faktikisht prej një imagjinate që s'është realitet, ose një realitetit pa vërtet. Sepse ai realitet që na po jetojmë përkohësisht, por nuk është realiteti i jetës. Edhe sigurisht që admirimin që kemi ndaj njëri tjetrit e kemi prej këtyne kënaqësive ose dëshirave ose mungesave që kem, dhe jo prej asaj që në të vërtet na jem dhe na jetojmë. Edhe diaspora neve, po edhe na do. Astrid, vetëm dua ta bëj një sqarim, sepse në fillim fare pati një keq kuptim kur tham na edhe ata, po kjo është vetëm çështje për shkak të lokacionit dhe vendit ku ndodhemi. Edhe na duhet kur diskutojmë për tema, mos provojmë i dhon konnotacion kombëtar për shkak se ne edhe kur me një tryez, edhe këtu sot që jemi, më thonë këta që janë përballë ose panelistë përballë, jemi ka flasim për çështje të temës pse po i shohim për asaj, se nëse na e shohim përbashkët, atë këtë jetën e kemi përbashkët, edhe problemet e përbashkëta. Nuk ka nevojë për idealizim të njëri tjetrit. Dhe sigurisht që kur diskutojmë tema, nëse flasim për çështje nacionale, kombëtare, patriotike, këto, atë sigurisht që na prek secilin kjo. Po kur flasim për tema të tilla, të cilat janë pjesë